Europa ka hallit e veta, nuk I kërcet fare për Shqipërinë. Ama edhe këtë Vučići që po e vuan në këto momente, rrugës është duke u bërë. Ata nuk pëlqejnë një njeri me 16 vjet e me 20 vjet kushtet. Ky po nuk e rrëzoi, Gjermania në konceptin e shpalljes dhe pse ka një domosdoshmëri kjo e PPE-s, që të ketë një raport atje në PPE, që të thuhen 3 gjëra që këtu u ble, këtu përdor administrata. Se ç'a ndodhi para 4 vitesh. Ky shpërndau lekët e tërmetit 2 ditë përpara zgjedhjeve. Erdhi OSBE-ja, tha, ç'është kjo si shpërndan lekët 2 ditë nuk lejohet. Po, ç'a u bë zgjedhje? Erdhi tani fali gjobat. Haptas. Në 2027 do fali gjoba tjera. Si kishte falë, se... Po, nese mirë. Po, nese, jo, shumicën u shuan ato, po, mase në njoni do... Për të korrigjuar, presidenti Trump, si pas Reuters dhe Bloomberg, po, do më thonë, po I kërkon Serbis dhe vendet e Ballkanit për të marrë emigrant të deportuar nga Shtetet e Bashkuara. Pra, atë që Rama, si që të Trump, është vetë ofruar. Rama u vetë ofruar shlojtarëve, u vetë ofruar me marrë palestineze burë në Shqipëri. Shlojtarë më dha në këtë, si ti krijoi marrëdhëniet me Amerikën. Po kjo thot avokati e blindon atë? Jo, po t'ja pranoi. Po deshi tezesuesi pastaj. I ka ardhur zari që ndora. A thua nuk doja pranoj, po? Po nuk e di. Almer, si e shkon? Thuaj ça dush Ramës. Për lojtar diplomatik, duke qenë se e ka ky është pushteti jashtëzakonshëm që ja jep atij. Pa gjykat kushtetuese vendi. Një vend po them, 80% emigrantë. Nuk ka dhe në gjykat kushtetuese nuk ka njeri që 22 kushurinë të parë nuk I ka emigrant. Dhe vjen dhe jep leje për të bërë atë shëngjin atje. S'ka nevojë pse ishin, po ne kemi, domethënë kockat kanë lënë shqiptarët në Adriatik për atë. Edhe vjen tip, kudo mund t'i takoj. Kudo të bëj një gjë tillë. Jo Shqipërisë që ka bujtur. Po gjysma në këtë vend nuk ka kufomat e të afërme. I ka lënë o në mal në Greqi o në det Adriatike. I takon Shqipërisë të bëj kampe të tilla. Almer, si e shikon këtë moment, sepse nga opozita kjo po shikohet si një gjë jashtë si fitore shumë e madhe. Pra, edhe raporti OSBE-s dhe kjo janë 2 pikat më të rëndësishme që 2 pikë shumë të rëndësishme që opozita ka fituar dhe zoti Berisha, domethënë nga PPE-ja dhe Parlamenti Evropian ka deklaruar që po shkojmë drejt, le të themi drejt zbardhjes asaj që I quhen farsë zgjedhore. Si e vlerëson këtë moment, çfarë do të prodhojë ky komisioni faktëmbledhës që po diskutojnë? Shiko, të quhesh fitore, më duhet të shohësh rezultatin e përpjekjeve që ka bërë opozita. Unë deri tani shikoj vetëm përpjekjet e opozitës për të treguar një realitet që sipas saj ka funksionuar në zgjedhjet e 11 majit. Opozita, duke ditur që vërtet ato fenomene kanë ndodhur, duke ditur që është dërmuar politikisht nga një humbje që u shkaktua nga kjo qeverisje, padyshim me ndihmën e bandave, krimit organizuar, çdo kush që e njeh terrenin e di shumë mirë se çfarë ka ndodhur. Opozita si e vetmja mënyrë për të gjetur një lloj përkrahje për fatkeqësinë që I ka ndodhur, ka të demaskoj farsën elektorale, siç e quhen ajo, në zërat më të rëndësishëm, siç është Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Të themi që opozita e ka fituar, unë nuk besoj që ka fituar gjithë sot, por është në përpjekje e sipër për të siguruar një lloj garancie dhe për të çelur syt Europës që në Shqipëri nuk ka pasur dhe nuk funksionon sistemi zgjedhor sipas vendeve të cilët ata jetojnë, pra, sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Opozita është e turur e gjitha pra në Europë, në takimet që po bën me parlamentarët europian, po ashtu dhe me partitë si motra, për të ngritur sa më shumë zërin që nuk dëgohet as pak në vendin tonë, sepse nuk është marrë konsiderat raporti OSBE direkt nga qeveria, asnjë lloj denoncimi I bërë nga opozita në SPAK nuk ka marrë zgjidhje dhe vetmja rrugë opozitës është të dalë në Europë, të ngrejë zërin dhe të kërkojë të drejtën e saj. Kjo është vetmja rrugë, Almer? Unë mendoj që është një nga rrugët, për mua ka të tjera rrugë, sepse opozita në këtë moment
Në opozitën në këtë moment duhet në radhë parë njërë që pasi të mbyll të ciklin veror të takimeve që po bën në Europë, duhet të kthehet në shtëpinë e saj dhe të rasi mendjes ku ka gabuar, sipas mendimit tim. Por ne të analizojmë të çfarë po ndodh sot. Po flasim. Ne sot jemi përballë një komisioni i cili drejtuar nga McAllister tha që duhet ngritur një komision urgjent për të evidentuar të gjitha ato problematika që parashtron opozita dhe neve të faktohet pra kjo farsë. Faktohet. Por nëse faktohet, por çfarë ndryshon për Shqipërinë kur komisioni pretendohet vitin 2026? Pra nuk kemi një komision nesër apo në shtator. Pra komisioni sipas McAllisteri do të vinë 2026 pra, dhe çfarë do ndodh? 2026 praktikisht është viti paraelektoral për zgjedhjet e lokale. Edhe opozita do përgatitet për zgjedhjet lokale apo do ta mbajë mendjen ke farsa elektorale. Prandaj po them që kemi një lloj çedimi. Europa mund t'i pranojë që në Shqipëri zgjedhjet nuk kanë qenë të vjedhura, por Europa në këtë moment është në një ngërsh total, pasi është inekzistente dhe e papërfillshme nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Duke qenë që Europa është në një krizë momentale, se kush janë liderët, se ku duhet ta mbajë orientimin e saj politik ekonomik, se si do të ruajë ekzistencën e saj, Europa nuk e ka shumë mendjen tek fati zgjedhjet në Shqipëri, sepse Europa sot po gjen treg për emigrantët dhe për skleverit, të cilët i kanë në thonjza, për emigrantët e palishëm që i kanë mësyer në dyert për t'i spostuar. Dhe aktualisht tregu më i mirë i skleverëve të tyre është Shqipëria. Për t'i vendosur, për të ka një gjë, emigrantët, pra po i quajnë thonjza sklever, emigrantët e palishëm, të cilët kërkojnë një jetesë më të mirë, dynden dyert e Francës, Franca është vendi sot, Franca është sot vendi, po ta dimi, nga vetë legjislacioni i ndihmës së përkrahjes sociale që ka ai si shtet, është i vetmi shtet që sot po përkrah pafundësisht emigrantë të palishëm nga vendet e Afrikës. Dhe është një shqetësim i rëndësishëm që përjetohet sot në Francë në debatin publik. Dhe Franca çfarë bën? Kërkon alternativë për t'i vendosur. Dhe nuk është marrëzi dhe nuk është normale ajo përpjekje që Edi Rama po përpiqet të jap njerëzve apo liderëve europianë dhe po i thot, Joshja, juve e keni shumë të lehtë, mjafton që të bashkëpunoni me mua. Dhe ata çfarë bën? Vjen Macroni këtu e takon Ramën sikur e ka vllat vet. Po ashtu dhe gjermanët, po ashtu dhe gjithë vinë urojnë anglezët. Pse urojnë? Sepse anglezët sot kanë problematik me burgjet. Pra, është shumë shpejt në nënshkrimin një marrëveshje midis Anglisë dhe Shqipërisë që të burgosurit, shqiptarët që kryejnë dënimin atje ta kryejnë dënimin në Shqipëri. Italia e sapo e nënshkrua marrëveshjen që kampi fatkeq i Gjadrit, që nuk po funksionon, për krijoi perceptimin që Europa i dha një shans, pra Rama ishte shans i art i Melonit që i dha asaj fitoren duke krijuar perceptimin publik, se politika është perceptim, dhe i tha, neve emigrantët nuk dilëm në Itali, diçojmë në Shqipëri, por ndërkohë realiteti është ndryshe, nuk kanë ardhur emigrantë italianë këtu. Thjesht u dha një shans. U frenua thua ti përmes u përdor politikisht Rama që të fitonte Meloni, siç Rama u përdor europianët për të fituar pushtetin dhe gëzuar pushtetin në Shqipëri. Aktualisht të gjithë po i kthejnë Ramës, për mua po bëjnë një lloj politike për politikë të brendshme në vendet e tyre. Askush nuk po luan, po thua e ka thënë McAllisteri që do vinë në vitin 2026, sapo deklaroi. Ndërkohë, Europa i njeh sepse OSBE diri është një institucion shumë i rëndësishëm që monitoron zgjedhjen gjithë në shumë vende të botës. Është një institucion legjitim që ata i referohen. Dhe her pas here ata referohen sipas të dhënave të OSBE-dirit, thonë zgjedhjet ishin këtu. Sipas atyre ata thonë që janë përdorur burime shtetërore, është përdorur presioni dhe dhuna, është përdorur bandat kriminale. I njohin problematikat. Por çfarë bëjnë? Ata nuk e lëvizin dot Edi Rama nga qeveria, nuk e lëvizin dot nga karrikja. Dhe kjo është një detyrë e Partisë Demokratike në radhë të parë. Është vetë leadershipit saj që të reflektojë dhe të paraqes një ofertë serioze që bandat dhe krimi organizuar. Do dalim aty se çfarë duhet bëj PD-ja. Ndërkohë, me situatën sot, Partia Demokratike është në dyert e Europës si fati i Shqipërisë në 13-ën, ku kërkonte legjitimitet për të ruajtur aspektin territorial dhe fatin e Shqipërisë. Pra sot Partia Demokratike është duke luftuar realisht Berisha, është duke luftuar për mos pasur një skizëm të re. Është duke luftuar apo është dorëzuar? Se kur shkon atje, domethënë të dorëzohesh të dorëzohesh i bie që Sali Berisha mos të pranoj atë çka i ka ndodhur me zgjedhjet dhe të fillojë të bëjë si Luli, lufta tani fillon. Edhe pse patëm një lloj thënie të tillë nga Berisha, një lloj lajthitje, por mendoj që aktualisht ai po bën një përpjekje sa e suksesshme dhe sa rezultative do jetë kjo për opozitën,
unë mendoj që kjo do jetë vetëm kjo lloj përpjekje e Partisë Demokratike është për të bindur elektoratin e djathtë që ata janë vjedhur, që ata që partia tyre ka humbur sepse Edi Rama ka vjedhur jo për problematika të tjera që ka Partia Demokratike. Po i gënjen njerëzit. Se kush është e vërtetë apo? Nuk po them që gënjen. Po mi mos e thuaj ti, po unë kështu e lexoj. Nuk është gënjeshtër, sepse Po ato kanë çfarë? Tani hajde të analizojmë votën e shqiptarëve pse shkoi atje. Jo, mos analizo ti, analizo mënyrën se si po qaset Partia Demokratike, duke dashur me patjetër që na mushi mendjen e po katër. Para prin, do ta them unë, po para prin që në shtator mos të ketë një skizëm të re nga PD-ja. Është duke u përpjerur këtë gjë, është duke i mbajtur njerëzit me gajret, po ta them unë. Po i gënjen, i gënjen. Po jo, sepse njerëzit nga mërzitja që kanë nga 16 vjet në opozitë, jo për fatin e tyre, more, e kuptonte që nuk ka edhe ti je kryetari i PD-s. Po të njohësh realitetin diplomatik dhe marrëdhëniet e Partisë Demokratike me Europën dhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe ti po të vesh nesër nuk fiton dot. Askush nuk fiton dot. Ta ditë, ta harroj çdo kush. Nuk e mund dot Edi Ramën me këtë lloj marrëdhënie të ngushtë që ka me Europën dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës pas deri sot. Jo mos është e pamundur. Po është e vërtetë fare. E ke gabim pra. Po mirë, vazhdo, mbaroj edhe më thuaj. Po e ke shumë gabim pra. Sepse nga burimet e parë do të diçka. Partia Demokratike, PD-ja nuk ka qenë në as në 2021, jo më në 2025-ën alternativë qeverise. Ti, po mi vazhdo. Mbaroj po ta mbarosh më thuaj. Partia alternativë qeverisë zotëri është kur ti je pa ekip, je pa program, ti je pa fushat, kur ti nuk përcjell mesazh. Kto i ka bërë Partia Demokratike, por thjesht Edi Ramos i kanë lejuar të vjedhin zgjedhjet zotëri sepse ky njeri ja plotson ato nevoja që duan ata. Ore kush na zgjidh hallën e Shqipërisë thotë ai Rama. Çfarë do të vlla? 200 emigrantë. Mi kalon mua shpejt. Ja pra për këtë arsye. Ata pranojnë ata. Po ke gabim pro. Ata pranojnë një lider autoritar në Shqipëri, e pranojnë një lider autoritar në Shqipëri, por mos pranuar një opozitë që ka problematika. Një opozitë që s'mbron dot zgjedhjet. Jo që mbron zgjedhjet. Aty ata e di, unë e di me ka kanë problemin. Problemin ata e kanë, i kanë kërkuar Sali Berisha leadership të ri. Nuk e ka bërë. Këtë gjë ai e di shumë mirë. A është kjo vetëm një nga arsyet që Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe opozita nuk e pranon Partinë Demokratike në pushtet? Nuk e di, mund të ketë faktorë të tjerë, por është një nga faktorët që Sali Berisha është nën grada, ne e dim këtë gjë. Dhe ata nuk pajton dot me faktin që Partia Demokratike të vinë qeverisje me njëri që ata e kanë shpallur zyrtarisht nën grada. Pa po dil aty, atë po fai që ka këtu mes neshtra, nuk është në Bruksel. Është faj. Por do të them diçka. Aktualisht Partia Demokratike i ka shtigjet e hapura dhe me Sali Berishën kryetar për të ardhur në pushtet. Si do të thosh ti? Me lëvizjet e reja që po ndodhin në Shtetet Bashkuara të Amerikës, me lëvizjet e reja që po ndodhin në Europë. Ore ma beso këtë gjë, që Europa besoj po. Si ndodh? Unë nuk jetoj sa shqiponja, vetëm këtë problem kam. Tjetër gjë, mund të jetë fatkeqësi kombëtare, mund të jetë një gjë. Mirë, vazhdo. Unë do ta shpjegoj. Do vi PD-n pushtet po më thua ti Armer në vitin 2040. Në rregull, do vi në 2040. Po ne si jemi? Sali Berisha dhe Partia Demokratike janë dhënë të gjitha shanset për të ardhur në pushtet. E para një herë, nuk ka dashur ta sillte Lulzim Basha, ta them unë, dhe e dyta sot Sali Berisha ka luftuar në një betejë të brendshme stërmunduese për të siguruar mbijetesën e kësaj force. Jo më për të siguruar mbijetesën e tij, ajo po dhe mbijetesën politike të tij. Po mos e bëj hallin e Berishës, hallin e gjithë demokratëve. Ka një gjë. Jo pa Berishën, nuk është ashtu. Nuk ka Parti Demokratike dhe ta di shumë mirë. Ke gabim. E kam unë. Di bëjti, ja më të ke Geleta Libej sot. Ku e ke? Ke shumë gabim. Ku e ke? Ore kush mendon ti mendon që Ilir Ali Mehmeti pa Parti Demokratike bën qeveri, jeni në metro apo jo? Po ti gatron një gjë mo. Ti gatron një gjë. O zotri, Alex Soros, George Soros, i dha 5 milionë euro Adriatik Lapajt edhe mori një deputet më. Po zotri, nuk ka shans, nuk të lën. A do ta mbyllësh tani? Unë jam dakord që Partia Demokratike duhet të reflektojë, që mos të ha kohën kolegëve se u zgjata shumë. Por duhet ta them edhe këtë gjë. Me situatën që kemi parë sot, ore ka pas marrëdhënie të ngushtë me administratën Biden, aq të fuqishme Rama, nuk e çan dot askush. Çfarë di bëhet ti? Okej, a e mbarove? Si? Unë e mbaroj, pra duhet ta them, sikur një lider i ri që të kishte qenë në 2021-shin, në 2025-ën, nuk mund ta çmondonte Ramën nga pushteti sepse të gjithë mekanizmat që të përdor Rama për të vajtur pushtet do t'ja njihnin ata në SBA. Ta dish këtë gjë. Okej. Në rregull, kurse sot ka ndryshuar. Sot i thon Sali Berishës, duhet të reflektosh që ne t'japim shansin. A do ta bëj? Këtë nuk e di, u lë fjalën juve. Tani ka një problem që unë nuk pajtohem me ty. Ti e nis dhe mbyll gjithë historinë e PD-s dhe të opozitës tek një emër,
Ti thua, është njeriu kyç morbur. mi më le të flas unë tani. Dil bëj parti dhe merri demokratë pas vetes, të dalin Gazbardhi, nuk e bëj dot morbur. Po dëgjojmë dakord, unë kam gabim. Po më dëgjoj. Që gabim unë thotë duke nisur statistikat çka kemi parë. Po mi më dakord, ti po thua. Sot Lulzim Basha njeriu më investor i George Sorosit është bën plazh në diell morbur edhe. Po mi dakord. Sot Engelet Alibeaj nuk di ku është morbur. Ja pra këta janë elementet. Kishin ambasadën amerikane mbrapa, ku janë mo? Kur të marrosh më thuaj. Fondacioni Soros mo kishte partin mo. Ku është sot? Një mandat mo ka toma 3 mandate. Ja më ku e ke, ka 70 milionë euro pasuri mo deklaruar ai robi. Ku është sot Agron Sheaj? Po do ta pranojmë pra, sot shqiptarët votojnë PD, PS. Çdo kush tjetër që mendon që i zvendëson këto e ka gabim. Okej. Tani unë nuk e kam perceptimin se kë votojnë PD apo PS, se kjo këtë e dimë. Këtu në Shqipëri të gjithë votojnë me të fortin. Ose kush është pak më i fortë se ai forti. Në rregull? Ore votojnë partit tradicionale. Po pra dëgjoj, votojnë partitë e reja. Ore, çka ke sot më burr? Dakor, të dëgjoj. Okej. Po problemin unë e kam se ti e lidh vetëm me një emër. Dhe unë që ta shpërbëj gjithë këtë narrativën tënde e kam shumë thjesht. Kjo PD-ja, që është forcë kryesore në opozitë dhe qeverisë deri diku, në 2021-shin me atë Lulin Gjumash mori 622.000 votë. Me Sali Berishën brenda. Prit tani, mos më le tani. Me ekipin, me njerëz të Sali Berishën. O do pranojmë. Përmende këtë gjë, thuaje. Ore, ose do pranojmë. Jo, mori Luli me Partinë Demokratike, se Luli çfarë mori e pamë. Po përmende faktin. Unë nuk e përmenda që do ti mo. Po do ta pranojmë. Mori Luli. Mori Luli se punove ti. O, tani se do të them në fjalë këndon që edhe nuk të shkon për shtatë burr tani. Çe ke këtë muhabet kot burr tani. Se ma ke bërë Saliu domethënë që edhe të ngrihen dhe të zgjohen me të. Është realitet politik i pashmangshëm. Po le të jetë mo. Unë po them po iku ai këtu fitohet. Ti vazhdo rri me të o burr tani. Pa ndihmën e ti nuk fitohet. Vazhdo, aty rri. Në rregull. Aty rri më burr. Vazhdo. Ku të ngacmoj fare më. Më jep kundër argumenti si fitohet. Që di me ty dhe unë. Po më le, do ta jap argumentin. Po më le, po mos bëj grinjar kot tani. Ma bet kot tani. Të thash edhe një tjetër. Në 2021-shin PD-ja, kjo sigla Vula e PD-s që është shumë e rëndësishme. Se po të mos ishte kaq e rëndësishme atëherë, këta eksponentët e tjerë nuk do kishin dalë fiasko. Po Vula e PD-s nuk është robi. Se ti këtë ke problem. Ti e lidh PD-n me Sali Berishën. Dhe po e lidhe kështu pastaj këtu mbyllet debati. Por mua i gabim, po prap nuk po të kundërshtoj. Po, vazhdo ta mbaroj. Okej, po vazhdo avokat, ka kuptim më burr tani. Vazhdo. Unë nuk do të qerrem, valla, unë do të bëj analizë. Po vazhdo. Tani unë fakti është ky. Kjo PD e drejtuar nga zoti Lulzim Basha me kryetar që thoshte de jure që unë nuk ngatrohem punë të partisë, unë nuk bëj listën, se u kam dhënë dorëheqjen në 2013-ën, për këtë PD po flasim, mori 622.000 vota në 2021-shin. Kjo PD e Lulit. Pa nuk që ka e keqe. Pra mos kishte pas Lulin një gjymash, po të kishte pas Ali Mehmetin, apo ose Ervin Salianin, që e konsideroj si njeri shumë organizativ, në raport me punën që bën organizative, mund të kishte shkuar edhe 700.000 vota. Pra nuk panohet dashka kaq shumë Sali Berisha pra. Nuk që ka kjo rrëfenja që duam t'i mbushim mendjen shqiptarëve dhe militantëve që pa Berishën vdes dy robi. Duhet Berisha se pik. Më kujton akoma 1985 unë kur isha i vogël fare që fillonin prindit duke qarë se vdiq Enver Hoxha, thanë bo sot na gjej tani na erdhin tha Jugoslavët dhe rusët këtu. Si do ja bosh avokat? Po dëgjoje pra. Po okej. Po dëgjoje, po ta them me një tjetër. Po si fitohet. Nga që po më thot njëjtën gjë prandaj po. Po s'po them njëjtën gjë, po histori unë kam 2 vjet që e dëgjoj, jo nga ty nga të gjithë. Ose si fitohet pas Sali Berishës. Ma thuaj pra. Pas Sali Berishën fitohet më kollaj. Si pra? Po pra unë ta ngjoje tani. Shkon partia në zgjedhje dhe pa ndikimin fare të Sali Berishës. Se po i futi dorë Sali Berisha aty prap mbaron historia. Që do të thotë, nuk mund të heqësh ti një lul e vendos një lul tjetër. Pra të heqësh lulin dhe vesh flamurin. Po arritën në këtë pikë nga 500.000 në 100.000 shkon ajo parti. Qose do me ky skenar që presupozohet se mund të shkojë në maj të 2026-s. Pse në maj? Sepse në maj të 2026-s Sali Berisha i mbaron mandati si kryetar. Nëse ai do filloj dhe do i bëj një check-up truritia dhe thotë mjaftu mora me këtë punë, do ta le. Po do ta le vërtet? Kjo parti në 2027 fiton diçka. E di çfarë duke thënë? Ti ku e thënë që unë mund të fitoj gjyqin pa pranimin tënd si avokat. Ore, njerëz struktural, njerëz 30 vjet të angazhuar në Partinë Demokratike, i ka Sali Berisha zotë, nuk i ka Luli. Se po ti kishte Luli, duhet të kuptosh këtë fakt. Unë e kuptoj që partia ka nevojë për reformim
dhe reformim të qartë që ndihmonte edhe i shërben kësaj gjë që thua ti. Por pa shmangur, se shmang këtë njeri dhe njerëzit që besojnë këtë njeri, sepse në fund fare Sali Berisha është në këtë vend, po është e tepruar kjo që do ta them tani, është fe. Është sekt. Është sekt. Nëse ti këtë njeri e anashkalon, nuk mundet të kesh rezultat. Pse? U ishte Luli në 2023-shin. Si doli? Okej, vazhdo. Si doli Luli në zgjedhjet e pjesë me 2022-shit? Pas Sali Berishën pra ishte, e kishte vulën ai. Por si dolën, më vjen keq. Pra nëse ti rrezon argumente po t'ja prova që pas Sali Berishën dhe pa negociuar me të, un jam dakord, po, ti kërkohet Sali Berishës një largim i cili do të ishte vërtet largim, pra. Por pa njerëz të Sali Berishës dhe mbështetësit e tij, unë mendoj që Partia Demokratike nuk funksionon dot dhe nuk bëhet një forcë, një trup fituese. Se është provuar dhe mund ta provojë çdo kush sot. A ta mbylli sekond sa ai të fu Sokolin, po. O Sokol më bëj Allah lutem, një sekond. Unë po dëgjoj me shumë vëmendje, kam një bindjen, unë kam bindje të arsyetuar, më thon me trorin tim, për Elmerin mund të jetë totalisht ndryshe. Unë jam i bindur se leadershipi sot i Partisë Demokratike, i cili nga peng që i thoshte Lul Bravo, është kthyer në peng marrës, dhe kur them e kam fjalën për Flamur Nokën, për Albana Vokshin, për Edi Palogën, për këta njerëz për të cilët Almeri thotë që pa këta ne vdesim mbaroj. Po më lërë më ta mbaroj një sekond më bëj. Çdo kush tjetër është i zvendësueshëm. Unë të thash leadershipi, se këta janë leadershipi. Këta janë ata që i çuçurin çdo ditë, ta dëgjojmë dhe Kolin. Po më le të marrë një fjali e burrë. Mbaroj avokat, po. Se s'ka kuptim kjo histori e burrë. Unë sa filloj bëj një gjë të mazoni. Ore mirë, fitojmë, e di se është puna PD-ja me Sali Berishën fiton. Nga 500.000 vota në 2027 do të 300.000. Ore, e kuptoni njerëz edhe njerëz që s'ka njerëz që votojnë me Sali Berishën, ju vazhdoni bini çanta. Ore, nuk ka. Nuk ka. Po ku do i gjejnë 500.000 vota? O zotri, në 11 maj Partia Demokratike ka minus 240.000 vota. Po. Minus. Po. Pa Berishën do ketë minus 500 tjerë. Po ku e di ti këtë mo? Ty të ka thënë pa Berishën, ty të ka historia të ka treguar që ke marrë 622. Por më fal, një pyetje ka Monar. Ai është kështu Monar, do të bëj një pyetje drejt për drejt. Avokat. Të lutem, prezant Monar, zoti bëj unë një pyetje. Bëjmë debatin këtu. Pyetje unë. Ta bëjmë. Po jam jo. Po më ta tek kështu. Bëjmë debatin me mua. Berisha ishte në 2017 brenda PD-s. Berisha ishte në 2021 brenda PD-s. Ai ishte kështu më zotri nderuar? Po. Tani po të them, Basha paska që o ka qenë burr i mirë, edhe aq ka ditë dhe aq ka bër, po ka marrë 622.000 vota. E analizove këtë. Po, vetë të bëj unë Berisha doli 53 vota që mori PD-ja në 11 maj. I ka PD-ja apo Sali Berisha? I ka PD-ja. Atëherë, pse nuk i mori PD-ja kur ishte Luli kryetar me Enkeleti? Mori 622. Ora kur ishte Luli me Enkeleti kryetar, mos merr për bazë, mos merr për bazë 6 bashkimor. Ti po merr për bazë 6 bashki. Tani më pse si morën tani pas Sali Berisha? Pra. Si? S'kishin PD-n. Ore, duhet kuptosh që njerëzit ka imër zotri, sepse pa me vulën e Demetës. Kjo histori njerëzit kanë. Çfarë më njerëzit kopej që shkojnë te Berisha? E duan, pranoj, e duan. Ti e do, vetëm ti e do. Ti. E duan njerëzit. Mos sapo të. Ata Krishtik Sollak këtu. Ore Edi. Edhe një herë më bën pyetje ndryshe. Më thua ma 500.000 njerëz votuan për. Po prit pra, më thua votuan PD-n apo Berishën? Unë thash votuan PD-n. Berishën themon, sepse po mi vazhdo atë marrën debati këtu. Se dëgjojmë te Koli sepse kemi marrën debati votuan Berishën. Marrën debati këtu. 2025 votuan Berishën. Vazhdo në rregull. Pas sigël ja dhan te. A di se puna ta gëzojnë dhe ta mbajnë Berishën se për vend të dytë është e sigurt mo. Mirë. Po s'ka zgjidhje. Kjo është pyetje. Për vend të dytë ka zgjidhje me muhabetin, le ta mbajë. Almera, nuk ka përgjegjësi jo. Nuk do të do të jap kohë tani kjo fabule. Okej, Sokol, se do e kthehemi këtu. Diskutimi në këtë pikë duke dëgjuar është fakti që është e vërtet që një PD me Sali Berishën nuk mund të vinë në pushtet sipas asaj ose të paktën derisa ti që në ngrata nga amerikanë. Ja ju hoq. Dhe kjo është. Po fryn erë re asaj, nuk fryn një erë re dhe vetë Sali Berisha do bënte përçapje më ndryshe. Ose kashi këtë radhë. Pra në rata është përcaktuese Sokol. Le ta mbaroj Sokolin. Le ta vjem Sokolin se po. Le las fare thas. Tani po dhe pas Sali Berishën, Partia Demokratike nuk mund të vinë në pushtet. Hiftarët e Sali Berishës janë më shumë se ata të Edi Ramës. Por nuk janë aq sa të bëjmë 50% për të ardhur në pushtet. Tani duhet pranojmë një gjë.
Partia Demokratike është shtëpia e Sali Berishës dhe që shtëpia e tij nuk mund të bëj kurkush të Zotin. Të gjithë provojnë. Nga Genc Polo deri tek i fundit kanë provuar me tërheq. Të djathtë janë. Pse nuk shkojnë? Ja më këtu ishin tani, shqiptarët janë të mërzitur me këtë. Kështu ishin, se bën ai, si thot ai nga Vlora, fitore madhe, historike. Qa mori ai, ka marrë Genc Polo me dur në xhep 7. Se mori vota djathtësh. 7, jo 2 siç mori ai. E ku në 2001-shin, që numëroi kudo me kallash. Që Genc Polo pa ekzistencë fare, u bë poli i tretë në çau sistemin. Sot ai fitore, qa fitore? Mori sa vota djathtë. Ata që nuk ishin dëshirë të votonin Sali Berishën, votun Agronshen, e kujton se po të rri 400 vjetë në opozit, maksimumi që mund të shkoj me gjithë ato financimet e veta, do shkoj 4. Pra Sali Berisha u fut në këto zgjedhje për të qenë opozita e këtij vendi. Nuk u fut për të fituar. Dhe ne këtë e dim fare mirë. Pse u fut në mënyrë të tillë, ne nuk e dim. Tani ai ka krijuar një alibi. Dhe atë të por Sali Berisha që njohun, do kërkonte dhe do pranonte të gjitha forcat e tjera jashtë Partisë Demokratike për të bashkuar atje, sepse ai kupton fare mirë një gjë. Fundja fundit, për çfarë ishte ky grupimi i Alibejt? Edhe ky i Bashës. Njerëzit që nuk kanë marrë pushtet nga Sali Berisha shkuan te këto parti apo jo. Përveç Angelet Alibejt që mund të dyshoj që vërtet e ka konceptuale me Sali Berishën, të gjithë të tjerët nga i pari deri tek i fundit, lista sidomos e Lulzim Bashës ishin ata që nuk kanë marrë kur pushtet nga Sali Berisha dhe të pakënaqurit e tij. Dhe u futën në këto lista. I thërriste edhe këta, pse për çfarë janë këta partitë e vogla të tjera? Njëri do me u bë ministër financash, jam i këtë ministri. Që do të tregoj kabinetin e parë qeveritar të Sali Berishës në 2005, kur donte me ardh në pushtet. Për 5 mandate që kishte Partia Demokristiane, i dha Ministrinë e Shëndetësisë. Bëri Nartëndogën ministër shëndetësie. Mirë po, historikisht, Shqipëria ka njohur për një batutaxhi në pjesën e vet. E bëri ministër shëndetësie për ato vota. Ferdinand Xhaferin dhe Genc Pollon për atë partinë e tyre të vogël. I bëri të 2 ministra në kabinetin e tij qeveritar. Arsim dhe kulturë. Jemi okay? Lufter Gjuvelit, që e mori, i dha një ministri. E gjithë me radhë. Dhe mbajti një kabinet shumë të vogël me njerëzit e tij besnik, të cilët vërtet ishin adaptet. Fatmir Mediut i dha ministrinë e mbrojtjes. Edhe ai Partia Republikane ishte. Për të qenë brenda. Spiro Kserës i dha ministrinë e çështjeve sociale, çka ishte se kishte futur dhe partinë e drejtave të njerëzit në pra shpërndau, kishte 8 vjet part në qeveri, shpërndau 7% të qeverisë me premtim elektoral, vetëm të vinte në pushtet. Mori të gjithë kundërshtarët e tij. Po Arben Imami thoshte do marr tangun të vrasë. Dhe ai për hir për të fituar zgjedhjet e pranon dhe e fut në kabinetin e tij. Ministër më vonë. Dhe ministër. Ai mori çdo njeri, bashkoi çdo njeri që ishte kundërshtar i tij politik. Ai sa thoshin të gjithë, siç e ktheu, të gjithë bashk për të rrëzuar Fatostanun. Se bëri këtë herë Zot? Nuk e bëri pra. Po në atë kohë, kë nuk do pranonte Sali Berisha në koalicion? Adriatik Llapajnë se gjojana që ka me Sorosin? Po Berisha pranoi në koalicion Erion Veliajn, me atë e rrëzoi Fatostanun. Pse e kemi harruar? Bënde mitingje me Erion Veliajn përpara kryeministrisë në çdo moment? Pra ky është realiteti. Ishte me Erion Veliajn, i cili ishte në krah të Berishës për të rrëzuar Fatostanun. Dhe një nga arsyet që Erion Veliajn nuk e donin kur në Partinë Socialiste, ishte fakti i rreshtimit me Sali Berishën në 2005 për të rrëzuar qeverinë e Fatostanës. Dhe këtë ja përmendin gjithë ato herë. Sepse vetë ai shkoi në Partinë Socialiste. A është kështu diskutimi edhe? Po. Nëse donte të vinte, nuk donte të vinte në pushtet. Tani do të krijojë një alibi. Kjo është për të krijuar, thua. Shiko, nuk them që nuk u blen ndonjë vot.
Nuk them që nuk punoi administrata, nuk them që ishin zgjedhje të jashtëzakonshme, sepse kishte ndërhyrje pafund. Por ama të fitosh vetëm atje ku kontrollon bashkinë,